Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe sot do të jemi rreth një orë në transmetim dhe siç u njoftuam dje së bashku me nënën e Bleonës që dhe ditën e sotme do t'ja kushtojmë pikërisht zhdukjes së 6 vjeçares Bleona Mata, e cila humbi pikërisht në majën e një mali me emrin Pikëllim në 22 maj të vitit 2010. Kanë kaluar plot 15 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e vogëlushës Bleona Mata, e cila po të jetë gjallë, i bie sot jetë plot 21 vjeç. Me mua në studio është sërish nëna e saj Bukurie Veizi, e cila ka qëndruar ditën e djeshme këtu në kryeqytet në Tiranë. Bukurie, të përshëndes edhe një herë. Edhe unë ju përshëndes shumë dhe ju uroj inshallah të kena mbarësi me ndrimin e viteve dhe të kemi vetëm gëzime gjithë nanat që i kanë fëmijët e humbur. E uroj me zemër këtë gjë. Do të jemi të dyja së bashku sot, do t'i bashkohet studios tonë sot edhe avokati Hidayet Beqiri, i cili Falenderoj. Realisht na ka premtuar që do merret me dosjen e Bleonës për të rikthyer sërish në vëmendje nga institucionet, pasi është pezulluar, le të themi, dosja e Bleona Matës. Por ditën e sotme, unë e di që ti je një grua e fortë. Dhe nuk e vën në dyshim këtë gjë, sepse të njoh nga afër për shumë vite dhe di që e fortë. Ditën e sotme nuk dua të derdhim lot në studion e emisionit Pa Gjurmë, por të luftojmë për çdo informacion që mbërrin këtu dhe le të themi të vazhdojmë kërkimet dhe mos të harrojmë historinë e Bleona Matës. Absolutisht, ajo nuk do të harrohet kurrë derisa të bante vetë që të lajmëroje, të bante gjallë dhe të jetë ajo goca, do me thanë që janë shumë e shkatha që një ditë të përgjigjet vetë. Ja uroj këta me gjithë zemër. Gëstarët e mia kanë përgatitur një kronik investigative për Bleona Matën, ku kanë ngritur të gjitha pistat që policia ka kërkuar në vitin 2010 për Bleonën, por dhe të gjitha pistat që janë ngritur në studion e emisionit Pa Gjurmë ndër vite, se çfarë është dyshuar për zhdukjen e Bleona Matës, kështu që dua të prezantoj këtë material dhe rikthehemi. Historia e Bleona Matës mbetet një nga misteret më të bujshme të zhdukjeve në vend. Vogëlushja 6 vjeçare u zhduk pa lënë asnjë gjurmë në malin e Pikëllimës, pranë fshatit Zapod në Kukës, në maj të vitit 2010, që në momentin e parë të zhdukjes, familjar, banor të zonës dhe forcat e policisë nisën kërkimet në mal, por pa asnjë rezultat, as rroba, as shenja, as ndonjë provë që të çonte drejt një piste konkrete. Kontrolli ushtri në pyje, shpella dhe përrenj, por çdo gjë mbeti në mister. Pista e parë që u hetua ishte ajo e një aksidenti të mundshëm në mal. Dyshoi se Bleona mund të kishte rënë në një humner apo të ishte sulmuar nga ndonjë kafshë e egër, por kjo hipotezë nuk u provua kurrë. Pista e dytë ishte ajo e rrëmbimit. Me kalimin e viteve, emisioni Pa Gjurmë mori 10 dëshmi nga persona që pretendonin se i kishin parë Bleonën në Maqedoninë e Veriut, Kosovë dhe në vende të tjera. Disa dëshmitar kërkuan edhe shpërblim për informacionin, si Mehmet Xheladini, i cili më pas u kap duke mashtruar. Të gjitha këto dëshmi ran poshtë. Pista e tretë lidhet me trafikun e fëmijëve. Në bashkëpunim me autoritetet të ndryshme, emisioni ka realizuar skenar të mundshëm që përfshin rrjete kriminale që falsifikojnë dokumente për fëmijët e mitur, por as këto hetime nuk sollën prova konkrete, dhe pse nëna e vajzës, zonja Bukurie, dyshon se i bija u shit për birësim. Pista e 4 lidhet drejt për së drejti me emrin e Begzim Isës, një i ri që jeton shumë pranë fshatit Zapod. Ai është dyshuar dhe vijon të dyshohet se mund të ketë lidhje me zhdukjen e Bleona Matës. Begzim Isa u arrestua disa vite më parë me akuzën e rrëmbimit të një dëmituri me qëllim trafikimi drejt Kosovës. Në vitin 2013 ai u përball me drejtësinë dhe hetimet për dosjen e fëmijës me iniciale AF që u rrëmbye nxorën dyshime të forta që mund ta lidhin atë dhe me zhdukjen e vogëlushës Mata. Në përpjekje për të gjetur ndonjë të dhënë, ekspertë të huaj në bashkëpunim me Pa Gjurmë realizuan identikitin e mundshëm të Bleonës si adoleshente. Megjithatë, as kjo pamje nuk ka ndihmuar në lokalizimin e saj. Por çfarë shpreu nëna e Begzim Isës për Pa Gjurmë? Begzim Isa është përfolur shumë, i cili dyshohet se mund ketë rrëmbyer Bleona Matën. Begzimi nuk ka qenë në këtë loja që e ka bërë ajo, masi ajo akuzat i ka bërë për krejt, jo veç për djalije. Zonja Shpresa, ju çfarë lidhje keni me Qamile Matën? Ne jena në fëmijë me Qamile, kena qenë edhe 30 vite.
krejtë. S'kena lidhje me atë. Por është nusja e Zenelit, që i bjetje gjyshja e Bleonës, e cila ka rëfyer dhe ka denoncuar që atë ditë që është dukur vajza ka parë që ngjitesh në mal Begzim Isa. Mos e merrni me këtë rastë do ta pagoni një krejt. Djali ju e shkapën në flagrancë me një të mitur. As në të mitur, as në mitur. Që atë unë e kam goca e motrës. Po, që është pjesë e... 3 herë e kam qenë në shtëpi. Që është kjo fjalë? Gota i tërze e kam pagu burijem. Nuk ka pas lidhje. Bleona Mata mbetet nga rastet më të errta të zhdukjeve në Shqipëri. Asnjë provë, asnjë pistë e sigurt, vetëm një ditë e errët e majit dhe një fëmijë që u zhduk përgjithmonë nga sytë e botës. Emisioni Pa Gjurmë ka rikthyer vazhdimisht këtë histori në ekran me thirrjen që Bleona të mos harrohet dhe vërteta të dalë në dritë. E dashur, bukurie, nga të gjitha këto pista që janë trajtuar ndër vite, ajo që ti dyshon është rrëmbimi, sepse pista e parë gjithnjërisht ajo të një aksidenti të mundshëm që mund të ketë ndodhur në mal, mund të ketë rrëshqitur në një humner, nga një kafshë egër, ti kategorikisht e hedh poshtë që kjo gjë nuk ka ndodhur me Bleonën. As nuk ka bën, as nuk bën vaki. Nuk ka shanse, nuk ka e pe vetë terreni, nuk ka një terreni për të vështirë. rrezikuar një fëmijë, për shembull, po edhe sidomos fëmia kur është e shoqëruar me një person tjetër, siç ka qenë me Qamiljen, nuk ka shans. Si? Pista e dytë është ajo e rrëmbimit, që ti beson që vajza juaj u rrëmbye, u planifikua diçka mes 5 vajzave dhe u rrëmbye. U rrëmbye për çfarë? E dyshon se ndoshta u birsua, u dërgua diku? Po vetëm për ata them se janë mashtruar 5 vajzat, nuk e di për çka, vetëm Zoti, ato dhe më në fund të mo përgjësin po e hek vetëm një fëmijë pa fajshëm Bleonën këtë mes. Po nga njëherë, po tjetë puna për birësim se thënë është gjymëset keqes. Është përsëri mirë. Se Bleona një fëmijë shumë i talentuar, shumë e shkathët, shumë e ëmbël. Ato si ta them, e kanë bërë një plan. Dashur, bukurie, ka kaluar 15 vite dhe pista e rrëmbimit, ajo që është folur më shumë në media dhe ajo që është dyshuar edhe nga gazetarët e emisionit Pa Gjurmë dhe është munduar të lidhet me familjen e Begzim Isës, emri i cili është përmendur shpesh sa herë që flitet për Bleona Matën. Ti ke qenë një përballje me Dajan e Begzim Isës në studion e emisionit Pa Gjurmë, një përballje e vështirë dhe nga ana ime atë ditë që është realizuar e emision. Ke dëgjuar nënën, e dëgjuam në pak sekonda, ka qenë një telefonat i gjatë që unë kam realizuar me zonjë Shpresa nënën e Begzim Isës, i cila i ka hedhur të gjitha poshtë. Ke mundur dot në mënyrë private, qoftë ju, por edhe baba i Bleonës, të ketë kontakte me këta njerëz dhe të flasi, apo të vetmet që ti ke dëgjuar zërin dhe versioni që ata kanë dhënë ka qenë studio e emisionit Pa Gjurmë? O dita, unë rrugë private jam, dhe me thanë, jam kujdesuar njëra të ndryshme. Por Shpresa nuk është aq budalash që të shese djalin e vetë, por për kundrazi, ki Begzimi është njëri me emër të keq dhe nuk ka shans Shpresa që të kthehen tavan dhe të bjerë në tokë, nuk jam merr përbas askush një. Ne këto gjithë zona njeh, po ta pyesësh ish vjerin që ka punu mësuese ish vjerën, se çfarë familje janë këto, mos vetë. Dhe nuk duhet të cekim familjet, por Begzimi nuk ka qenë djalë i sjellshëm në përgjithësi. Dhe si mund tjetë një djalë i sjellshëm, kur 7 vite bani burg për djalin e tezës që e gjetë në orën 12 të natës, por nana asnjëherë nuk e hedh poshtë fëmin e vetë. Dhe kjo nuk e di se çfarë ka bërë djali ma ande kur ka pas studime. Shumë që Shpresa ta ule zarin, ban mirë si nanë, edhe mos fute konflikte më të tepërta, se askush nuk e din se si e ka fëmin kur e ka largësive, kur nuk e ka brendasive dhe fëmin ma të edukat që ta ushqesh, ma të edukat rritet, po gjithsesi të thash edhe pak më parë, qa do mbjellësh, do korësh, edhe ai çfarë ka bon, do t'i paguje. Do t'i vinje momenti, dita, ora, që jo vetëm Begzimi, po kur do qoftë. Qoftë edhe një Shqipëri e tërë.
Do t'i vinje dita që të ta paguaj. Unë gjithnjë jam lutur nga studio e mësonit pa gjurmë që të gjitha emrat që janë përmendur si të dyshuar që mund të kenë gisht në zhduken e Bleonës, jam lutur të gjithëve të lidhen me redaksin e mësonit pa gjurmë, qoftë në privat apo edhe publikisht të flasin dhe të tregojnë versionin e tyre. Sikurse e kam bërë me Qamilen përpara shumë kohëve, e cila ka reaguar për studion e mësonit pa gjurmë dhe ka hedhur poshtë të gjitha akuzat, por dhe babai i saj, por e kujtoj fare mirë dhe dua ta përmend, atë ditë që ne kemi udhëtuar në fshatin Zapot, dyert nuk na u hapën. Pikrisht, As shikoni dera- fritja atyre. As dera, E portës, jo, e madhe. Dera e portës, dhe më thënë kryesore, jo vetëm jo. e Qamiles, por as dera ku ti E ke jetuar Zeniut. nuse. Jo. Si ka mundësi? Pa e shikon Një gjysh pa. edhe një gjysh mos të hapin derën kur disa gazetarë vinë dhe përmbesën e tyre. Po pikrisht njerëz të pandërgjeshëm. Dhe si mund të besosh ti këtyre njerëzve, kur këto nuk e përjetojnë dhimbjen, do me tha, nuk e përjetojnë këtë tmerr që ka ndodhur në familje, kjo dhimbje jashtëmase, kjo që ta këpuç shpirtin, jo vetëm familjare, po gjithë nana shqiptare, ti nuk e beson, po të zbres gjitha gratë, nanat, gotat, çfarë u bën për Bleonën. Opinioni gjithë Shqipëria tërë, njerëzit që jetojnë jashtë, kurse tu drejtosh ti ke bën tanë këtë mund, tanë këtë sakrificë, me kamera, me gjithë, dhe më në fund ato nuk mundën që të t'i thonë di fjalë, se nuk kanë çfarë të thonë ato, kur janë krimi dhe turpi E vetë. dashur bukurie, dua të pyes pa të lënduar. Dyshon se zhdukeja e Bleonës ka lidhje me vetë familjen e saj? Tashi, o dita... Kur them familjen, flas për mbiemrin Mata. Pikrisht, po të kuptoj shumë mirë. Unë tashi, kur t'i vinje puna që të flasësh për mbiemrin Mata, për dirë sa është dukur goca në familjen Mata, dyshimet lindin çdo sekond. Sepse, po ta marrësh me nga një anë, motra i zhburit, e babajt Bleonës, ta thomin thujnëza, autori, Qamile Mataj, vajza Gjagjajt, burrit, Gentiana, Rudina, Diana, gjithë lamë që i burrit, dhe dyshimet janë të lindura. Si ka mundësi ti të arduk një fëmijë dhe mos të ngrinjhet zari qoftë nga vjeri, qoftë nga burrit, qoftë nga Alkita, qoftë nga... Ore, divorcet ndodhin kudo dhe nuk më bën Patjetër. kjo pjesë. Ama fëmia duhet të kërkohet, se po të ishim ne gjithë bashkarisht dhe të ngrinim zanin për Bleonën, do ish puna akoma më e fortë. Ju 6 muaj pas humbjes së Bleonës Një vit. u divorcuat, një vit Po. pas humbjes. Ju sot kontaktit i keni zero me ish njerëzit e burrit, le të themi? Asgjë nuk më intereson o ditë, ato për mua E qartë, ti e ndarë, por ajo që të lidhësh Bleona, a sot babai i Bleonës, a e kërkon Bleonën? Absolutisht jo. Po ti, po ta kërkoj, do ta ngrinë zanin në për media, ku është? Sepse ju nuk keni vetëm Bleonën, keni dhe një djalë. Po, kam djalin si drita. Edhe- Armendin. E kam takuar dhe si drita është vërtet, dhe uroj ta gjej motrën sa më shpejt. Por Faleminderit. babai me të biri nuk bëhet? Absolutisht jo. Imagjina tashi, djalin nga 0-3 vjeç, dirë 19 vjeç që e kam tani, ore qëfar njeriu pa gjak në venjen apre, po të pyse një herë si është djali, apo ka një ditëlindje, apo diçka t'ja që një surprizë të vogël, njerëz pa mshirë deta, njerëz pa ndirë, njerëz pa vlera. Stop. Dhe më vjen ka keq që edhe djali nuk pas ka kontakte me babain. Pa, Ati- tash jas nuk, si mund të kesh kontakte ti kur se afron, ti kur se telefonon, ti se Jo, ke ndirë ti e një the shumë bukur, kulturë. divorce ka kudo, ndodhin kudo në përbot. Nuk Por është ajo jo. që i lidhë dy Edhe arsyeja prindër, për shembull e divorcit thuj përse ka lindur, unë si nan 5 avokat kam zënë për 5 vajzat. Ata që kam boron, rrallë mund ta bëjnë një nan. Ka shkuar ish bashorti, duke qenë në presionin e vëllezërve, mos e qitë motrën televizor, mos të dale motrën televizor Alkita, se nuk do na e marre kur, do na jese motra pa martuar, gjithmonë duke qenë në presion e vllajt, njërin nga di prindit pas ka drejt, njani të dënancoj, dhe tjetri ta tërheq, dhe sot, ku e ki fëmin tënd, që është gjaku jot, është zemra jote, është mëshnia jote, e çfarë bashorti mund t'i thuash atij, dhe çfarë babai mund t'i thuash atij nesër, pas nesër do të takoje djalin rrugë, ose djali do të takoje ata. Si ka guxim ai ta shikoj një herë në fytyrë? unë uroj dhe Pa shpresoj nuk më që... frikim unë, ne kam rrit djalin me gjitha kurset që i përket, me gjitha kulturën që i përket, me gjithë atë imazhin më të bukur që si ka munguar asgjë, por kur është respekti prindrit. E kërkon ai babai?
unë do me thamë djali, nuk e kam ushqi me fjalë fise nda ke bërë prindrit. shumë mirë. Absolutisht ja. Se jam një nanë që si do t'i vi një punë është prind, është baba i di fëmijë. Unë uroj dhe shpresoj që... Pavarësisht se është njëri i pa vlira, po baba e kanë. Unë uroj dhe shpresoj që Zamir Mata atje duke na ndjekur dhe nëse ai do të flasë me studion e emisionit pa gjurmë, është i mirë pritur dhe mund të na telefonoj pikërisht në 2 numrat e telefonit që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Edhe kur një krim i dukshëm i kryer në mes të ditës dhe në pranit e një numri posterishëm dëshmitarësh dhe provash direkte, ende rri pa u zbuluar. Do të kisha dëshirë të madhe që t'isha në studio, po jam larg, domethënë edhe shpjegova ku ndodhem, kështu që do të më falni për që nuk jam prezent aty, sepse është një temë me të vërtet tepër e ndjeshme dhe që kërkon një vëmendje jashtëzakonisht madhe edhe të gjithë shoqërisë shqiptare. Tani, e vërteta është që kjo çështje ka, domethënë po përdoret si ai topi i futbollit i cili shkon nga një këmbë lojtarit tek këmba tjetër e lojtarit dhe gjithë secili prej tyre i duket sikur ka një zjarr në dorë edhe do përvlohet dhe nuk po merret seriozisht. Çështja ishte në gjykatën fillimisht, në gjykatën e krimeve, në prokurorinë e krimeve të rënda, që sot quhet SPAK. Edhe prej aty, mbasi për mungesë autorësh sipas tyre të veprës penale, pra kush e kishte bërë këtë krim, dosjen ja çuan prokurorisë Kuksit. Dhe prokuroria e Kuksit mos e mbajti pak ditë, domethënë çështjen, edhe s'bëri asnjë lloj veprimi, ja kaloi drejtorisë policisë Kuksit për të bërë, domethënë, veprime hetimore të mëtejshme në drejtim të zbulimit të së vërtetës çfarë ndodhi atë ditë kur u rrëmbye faktikisht Bleona. Dhe policia Kuksit faktikisht e mbajti të pezulluar, por edhe ata nuk bën absolutisht asnjë lloj veprimi mbi këtë çështje. Unë kam insistuar, jam drejtuar edhe me memorje prokurorisë Kuksit fillimisht, por edhe drejtorisë policisë atje, dhe kam marrë edhe përgjigje prej tyre që sipas tyre, domethënë, është një çështje që ende e mbajnë në evidencë edhe janë të interesuar për zbulimin e saj dhe bëjnë veprime e të tjera, por faktikisht veprimet e tyre janë thuajse nul, asnjë gjë, sepse minimumi i minimumit gjatë gjithë kësaj kohe, në rast se policia e shtetit dhe prokuroria do t'i kërkonte gjykatës që të viheshin në përgjim personat që jo kanë dieni, po kanë dorë në organizimin e këtij krimi dhe ata kanë emra konkret, dhe ne i kemi thënë dhe emrat konkret të tyre, ja kemi bërë të ditur, do kishin dalë plot dhëna indirekte të faktën se si është e vërteta edhe çfarë ka ndodhur me vajzën. Mirë po, ne shikojmë që diçka, misterioze do thoshja unë, diçka e rëndë, diçka që ja ka mbyllur gojën këtyre organeve, ndikon dhe nuk po vjen tek e vërteta, nuk po vjen tek zbulimi i kësaj ngjarje nga më të rëndat edhe i këtij krimi nga më të rëndët. Tani, mbi këtë, mbi bazën e këtyre pak veprimeve që janë bërë, duke parë se çfarë krimi është edhe që nuk është thjesht një vepër penale e kryer nga një njeri, po është kryer nga një grup i strukturuar kriminal, i kam kërkuar SPAK-ut që të merret me këtë çështje. Momentalisht çështja ndodhet në SPAK dhe tashmë po merret. Pra, le ta themi që ju e keni dorëzuar tashmë çështjen e Bleona Matës në këtë institucion. Po, e ka SPAK-u. Sot dosja ndodhet në SPAK. Edhe unë kam edhe përgjigjen zyrtare edhe të policisë shtetit në këtë drejtim, dhe po t'isha, domethënë, në studio, do t'ua binja dhe fizikisht përgjigjet edhe gjithë korrespondencën që kam patur dhe çfarë kanë thënë këto organe. Por këtu tashmë Odeta ka diçka që unë e vlerësoj se është serioze dhe është një hap që duhet ndërmerret. Duhet ndërmerret nga ana ime, me ndihmën e bukurisë, po patjetër, të mamas së Bleonës, sepse në një situatë të tillë,
kur kanë kaluar kaq vjet, dhe kur krimi, siç u thash, ka ndodhur mes ditës, dhe kur ka dyshime të arsyeshme për autor konkret të këtij krimi, dhe që këta kriminal kanë bërë dhe vepra të tjera penale të kësaj natyre dhe më parë, dhe që dyshimet tona nuk janë në erë, po janë dyshime, domethënë që formësojnë edhe përbëjnë në një farë mënyre provë ekzistenciale që ndihmojnë shumë procesin e zbulimit të vërtetës dhe nuk po i vjen kësaj të vërtete. Megjithëse ka kaluar një kohë kaq e gjatë, tashmë do të fillojmë edhe një proces tjetër për këtë zvarritje të madhe, duke hedhur në gjyq shtetin shqiptar. Fillimisht do ta konsumojmë shumë shpejt rrugën ligjore këtu në Shqipëri dhe do ta çojmë edhe në Strasburg me qëllim që shteti shqiptar të marrë një ndëshkim të duhur meritor, por edhe familja e Bleonës të marrë një shpërblim për vuajtjet e mëdha që ka pësuar gjatë gjithë kësaj kohe, sepse kurrë e kurrës nuk mundet një shtet të mos jetë serioz edhe të mos arrijë që të zbuloj një krim të tillë. Vajhalli që mund të bëhet pasaj me gjëra tjera që organizohen në mënyrën nga më mafiozet edhe me një organizim të përsosur që nuk le shumë pak gjurmë. E vërtet, avokat, dashur apo pa dashur, jo vetëm pa gjurmë, por dhe studiu tjera televizive e kanë diskutuar dhe kanë sjellë në vëmendje historinë e Bleon Amatës dhe plot emra janë përmendur pikërisht për zhdukjen e Bleonës dhe ju po tregoni që institucionet ende nuk janë treguar serioze për këtë histori dhe është vërtet për të ardhur keq. Po, është me të vërtetë është një turp për institucionet tona, është një turp për një shtet që pretendon, ne themi që i plotësojmë kriteret, i plotësojmë kushtet për të futur në Bashkimin Evropian. Më gjeni një vend Bashkimit Evropian, qoftë dhe ai i fundit, ç'te mund Bullgaria bie fjala, apo që janë futur vonë në Bashkimin Evropian. Kurrë në kurrës nuk mundet që organet e pushtetit gjyqësor edhe organi i akuzës apo dhe policia e shtetit të mos arrijë të zbanë një rrëmbim të tillë personi, një krim të tillë që ndodh në mes të ditës edhe ndodh në mes të një numri të konsiderueshëm dëshmitarë që janë gjallë, shëtisin, lirshëm, edhe që faktikisht me mjetet që janë sot në përdorim për zbulimin e krimeve e tjera, mund të ishte zbuluar diçka. Do i zbuluar prej kohësh. Avokat, me sa kuptoj dhe unë dhe ju dyshoni që kemi të bëjmë me një rrëmbim dhe jo një aksident të mundshëm të vogëlushës në mal që mund të ketë rrëshqitur në një humner apo në një kafshë e egër. Pra dhe ju dyshoni që kemi të bëjmë me një rrëmbim. Është rrëmbim personi, është krimi organizuar. Është një krimi organizuar. E kanë rrëmbyer vajzën. E kanë rrëmbyer dhe kanë marrë lek të madh për rrëmbimin e saj. Unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, ne do mbetemi në kontakt dhe do të vazhdojmë historinë e Bleon Amatës me shpresën që do arrijmë të zbardhim. Po, bukurie, mund t'i thuash diçka, avokat. Avokat, edhe unë të falenderoj shumë për punën e palodhur dhe vetëm shpresën ngelesh ti për çështjen e Bleonës. Ne do të luftojmë të dy, unë të kam dhënë fjalën që nuk do ta lëm këtë çështje derisa të zbardhet e vërteta, por nga ana tjetër edhe pa ndëshkuar shtetin shqiptar, sepse meriton një ndëshkim të hashpër për rastin konkret, sepse vajhalli që mund të ndodhi pastaj në rast se ne nuk i zbulojmë edhe në rast se kriminalët që bëjnë vepra të tilla nuk marrin ndëshkimin e duhur, kjo lë shtek për krime të tjera që të vazhdojnë edhe në të ardhmen dhe të marrin fuqi këta kriminalë për të bërë dhe vepra të tjera edhe më të rënda edhe të mos marrin dënimin e merituar. Të falenderoj, avokat, falenderoj dhe të përshëndesim. Edhe unë përshëndes. Mirë, ishim me avokatin Dajet Beqiri, i cili ka marrë përsipër historinë e Bleon Amatës, dosjen e zhdukjes të 6 vjeçares, i cili është në bashkëpunim me studion e emisionit pa gjurmë, por dhe me nënën e Bleonës, Bukurie Vejzi, dhe u preke, dhe është normale. Ne do të vazhdojmë. Unë e di që ti je një grua e fortë. Mbështetjen tonë do ta kesh në maksimum. Çdo gjë që do vi për Bleon Amatën, ne do e verifikojmë dhe është një ndër historitë që nuk do harrohet kurrë për pajgjurmin, sa Odeta Dumet jetë moderatore e këtij programi dhe këtë gjë ta them publikisht. Edhe sa të ketë mama Bukurie nuk do të harrohet kurrë. Ai fëmijë. Edhe ju falenderoj juve shumë, sepse nuk e di, e ka kaplu krimi në Shqipërinë edhe nuk po shef në rezultat. Imagjino 15 vite, 5 vajza të shmitar,
Shteti heshtë. Për çdo të humbur, unë bëj thirrje nga studio e emisionit pa gjurmë dhe nxjerr një pasaport. Dua dhe ditën e sotme ta nxjerr pasaportën e Bleona Matës. Dhe të bëj thirrje gjithë teleshikuesve, ata që janë duke na ndjekur, dhe unë vazhdoj dhe ditën e sotme të bëj thirrje vetëm banorëve të fshatit Zapot, ata të cilët mund të dinë diçka për Bleona Matën apo dhe familjar të familjes Mata. Bleona Mata, një 6 vjeçare, e cila u zhduk në rrethana misterioze paraditën e 10 maj të vitit 2010 nga mali Zapoti, nga mali pikëllimi fshati Zapot në Kukës, dhe prej asaj dite nuk u zbulua asnjë gjurmë me saj. Kushdo që e di këtë histori të dashurmish, qoftë dhe anonim, mund të marrë guximin të telefonojë dhe të mësohet e vërteta e Bleona Matës. E dashur bukurie, edhe sot ne do e mbyllim me një mesazh. Tashi, unë mesazhe kam dhënë pa fund për atë dhe ja përsëri, tashi me besimin tek spaku, dhe me besimin tek i madhi Zot, kush do le ta vendosë dorën në zemër, po vetëm le të na jap informacionin e saktë. Jo me gënjeshtra, mos jemi ngulfat, u paktu, u pati, çdo kush që din, çdo kush që ka parë, qoftë Zapodi, qoftë Kosova, që të lidhke rruga me Kosovën, qoftë Dragazhi, Stelica, Komuna Prizrenit, Kuksja, apo bashkëfshatarët, apo Orgjos, Pakish, Kosharish, që janë gjitha të fshatrat, ato dijnë gjithçka, por nuk e di pse e mbajnë dhe nuk e tregojnë. Unë uroj që të rinisin hetime dhe të zbulohet kjo e vërtet. Do mbetemi bashkë në kontakt për të vazhduar kërkimet tona dhe unë të falenderoj që të patat dhe sot të studio. Edhe unë falenderoj shumë dhe inshallah bat më e mira. Amin. Për Bleona. Mirë dashurmiq, me historinë e Bleona Matës kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish të nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.